Për shëndetje nga kuzhina e Nirit, sot kam vendosur me përgatit edhe një bakllavë super të shishme, bakllavë me çokoladë. Receta e brumit është e imja. Në këtë brum sekreti është që e kom kërku këtë bakllavë tek shoqja ime këtu pra në Gjermani, turke është, e kom kërku një bakllavë me çokoladë. Brumin nuk pe përgatiti si këtu që përgatitin sepse me një vezë përgatitin, kështu që recetën e brumit e kam timen. Vetëm që duhet mi ashtu brumit 3 lugë të gjellës kakao, edhe ndryshimi është tek shërbeti përdorim pra çokoladë, edhe tek arra, tek mbushja, po ashtu shtojna 100 gram, ose çokoladë të coptume, ose kështu çfarë t'jo qëllon. Pra për brumin e kësaj baklave, recetës time, nevojiten 1 gotë e çajit me kos, 1 gotë e çajit me vaj, 1 gotë e çajit me qumsht, 1 pluhur përpjekje për ndryshe peciv, 5 kuq të vezë, 1 vezë komplet, mill derisa të bëhet një masë e brumit pra homogjen. Sekreti i kësaj na është veç që ja qes 3 lugë të gjellës kakao në brum, asgjë tjetër nuk kam prej kësaj kuishikës time. Veç që shihen e kish perfekt. Brumin ndeshta me përgatit pra qysh e përgatitim ne. Mandej 400 gram me arra i kom grimcu, 100 gram me çokoladë, pra ose kështu ose çokoladë të grimcuar, këto duhet mja qit për mi arra kur e qesim pra mbushjen, 400 gram me një sheste. Ma vonë për shërbetin, si gjithmonë 1 litër e gjys e përgatiti pra me ujë, shërbetin 1 kilogram e gjys me sheqer, 1 sheqer vanile edhe çokoladë qesim, ose kështu milka çfarë të keni në shtëpi, ose të gatimit çfarë doni, veç nuk duhet me qenë kështu çokoladë e illt e ëmbël pra. Edhe 300 gram me buter me ly për mi, edhe bismillah fillojna me përgatitjen pra. Në një enë të thellë e hedhim qumshtin, vajin, kosin, 1 pluhur përpjekje për ndryshe peciv. Të gjitha recetat tjera tradicionale që i kom postu i keni pra tek kanali im. Ajo dihet baklava jonë tradicionale nuk ndrohet me asnjë. Sidomos baklava tona që i qesim pra. Nuk krahasohen me tjerat, por kjo e ka shijen perfekte pra që është ndryshe veç me çokoladë. Pak ndryshim. E përzina me tërë të dorës. Shtojna kakao, 3 lugë të gjellës me kakao. Pra vetëm kakao është që është në këtë recetë të brumit që më ka tregu kjo turkja. Pra kur e kom pyet, asgjë tjetër më shumë edhe çdo çokoladë që qitet tek shërbeti edhe tek mbushja kur e bojna. Brumi është recetë që e përgatitim ne. Përzina mirë, mandej shkojna duke i qit pra miell edhe duke formu pra brumin. Pasi që kemi përzi kakao, që mos mbet asnjë kokër, tash të bismillah morëm miellin. E shtojna dal nga dal edhe e përzina brumin. Kjo baklava është pra vetëm me 4 kuleq, heq ma shumë. Morëm të shmill edhe e qesim brumin mbi drast të kuzhinës. Rëngjeshim brumin, e largojna prej kishtave që ngjitet.
Ta shtojnë motat shkake baklavë. Prova në motat të dashura, jo që njeri priton me qitë baklava se për gjithë dit i qes 3-4 për mu më fjolla, sepse as pak ju veç baklavat, për as një nuk i bëj me prites, por, si thash, një recet tjetër. E ngjeshim brumin, si shpeshefni një brum i butë. Qëta mirë behekun shtë pej drasës edhe këto copsat i qesin brenda. Shikoni brumin edhe ndojna në 4 kuleq. Ja ndojna forme kështu. Edhe se t'ja ndojna formen, derisa t'i pastrojna durt, një 5 minuta pra pushojnë, edhe pse nuk bojna 5 minuta mi pastru, por që ashtu, po thomën, jo na jenë me hek të klavamon, në që ashtu 5 minuta i lojna me pushu, edhe marrën bismillah të fullusën. Se shtash pra, deri se t'i pastrojnë atë urt, i lojna me pushu për një 5 minuta kulesh. Pas e kanë pushu, deri sa i kemi pastru dur, tash marrim një sheste. Edhe bismillah, lojna kulaqin, pra, si kurse tek baklava me 4 kuleq. Hapim betën. S'ka nërvoj me pushu kuleq ma shumë se 5 minuta heq, për shifni me njëherë pra zgjatën pra peta. E kemi tollu edhe petën. Marrim një shiste edhe e shpërndojna kështu, pra si kurse të baklava me 4 kuleq që kom qitë. Edhe e palosim petën. Si kurse zarfin shtu pra. E lojna onash, pra vazhdojna me 3 kuleq tjerë, si kurse të parin. Deri sa t'i të hëlloj ta 3, kjo pushana që s'ka nevoj mi lën as pak tani me pushu.
Tashti, pra ja fillojna me njëherë prej parit kulaç, prap me zgjat. Edhe pse ka përshu derisa e kemi të fillu pra ato peta tjera. Tash nuk ju qesem edhe shumë një shesë, s'ka nërvoj, kur të zgjatëm tash për zdyti pra petën kur të tullojna. Tepsin katrore, për 3 leqe që kam pra, e kom ly me buter, për ndryshe me gjallë, e bojna pra formën e madhe sa tepsia, edhe prejna me thik, qoshat i fusim brenda pashtu. Kemi të hullu tash edhe petën, e kemi zgjatë, tash e marrim tepsin, e prejna petën sa është tepsia rreth. Qesim pra petat shtu, qysh i kemi prej në tepsi, se ndahen krejt shkapën se mi pa të hullu pra ka zdi sa peta për një herë. E rënditim edhe qoshët në ndina. Veç shikoni se si ndahen petat. Peta krejt hulla, si kur më konë bleme pra. Tash të qesim këto qoshet që mbesin, edhe këto e qesim në tepsi, nuk i hedhim. Petat e holla si letër bëhen, të vërtet. Vazhdojna me kulaçin e dytë, mandej e bojna mbushin. E kemi zgjatë edhe petën e dytë, për ndryshe kulaçin tash të njëjtë veprojna si të sen përën qoshet. E prena. Edhe qoshet i marrin pra mas e renditim, mandej e qesim petën për mi, edhe bojna mbushin me 400 gram arra, edhe copsat e çokoladës. Tash i marrim arrat, qesim pra petën e dytë, për mi qoshet që kemi rendit, edhe bismillah qesim arrat. Pra 400 gram arra, edhe i renditim, i shtrina për ndryshe me dorë kështu. Copsat e çokoladës mandej, ose çokoladë e kremcuar, që është dani cilën dani. Edhe 2 kuleç tjerë, sikur se këta 2 tjerë, pra i zgjatëm edhe i renditim tash 2 për mi. E kemi qitë edhe 2 peta tash për mi. Tash të bismillah e bojna prerjen. Furrën e kom shumë në nxehtë, pra se gjithmonë 250 gradë që tjetë nxehër, mandej kur e fusim tepsin, e ulim temperaturën 160 gradë. E prejnë baklavën kështu në gjylat katror. Edhe 300 gram gjallë tashti, e shkrina dhe a heku ma të shkumën për mi. Pasi që kena bo pra prerjen kështu në formë katrore, bismillah qesim pra edhe gjalpën e shkrirë për mi. Furra pra është nxehtë, me njëherë fusim tepsin në furrë, edhe ulim temperaturën 160 gradë. Kemi qitë baklavës pra edhe buterin e shkrirë, tash me njëherë fusim tepsin pra në furrën e nxehur që të pjekët. Baklavën e kom hek prej furrës, edhe kom pjek pra në temperaturë 160 gradë për 1 orë, hiq ma shumë. Është pjek perfekt.
Shefni se si dohen petat si kurse mi pa të hullu. Ato e keni pa edhe tek baklava me 4 kuleq. E lani baklavën krejt me uftof, pra. Baklava duhet jetë e ftoft, shërbeti duhet jetë, pra, i nxehtë. Për shërbetin, pra, 1 kilogram e gjysë me sheqer, 1 litër e gjysë me ujë. Unë e përdori këtë çokoladën që është për gatim. 100 gram, mbasi që të vlon shërbeti, 100 gram gjysmën, pra e marrja qes kështu të ngrit në shërbetin e nxehtë, shkrihet e përzi. Gjysën e kësaj çokolade, pra 100 gram tjetër, e lë me u shkri edhe e dekorojna përmi baklavën. 1 kilogram e gjysë, pra, sheqer, 1 litër e gjysë ujë, edhe 1 sheqer vanile, plus 100 gram e çokoladë. Nëse s'keni kështu, pra çokoladë normale që është, pra, pa lethia normal. Tashti e qesim, pra, sheqerin, ujin e krejt, çaj përmenda, me uzi shërbeti, për 20 minuta, pasi që baklava është ftohur, edhe shërbetin pasi që të fillon me morval e zina për 20 minuta. Masi që të zihet, pra, gjys çokolade, pra 100 gram ja qesim, shkrihet e përzina, sepse shërbeti është i nxehtë. Kemi qitë, pra, 1 kilogram e gjys sheqer, 1 litër e gjys me ujë, sheqer vanilën edhe e përzina sheqerin, pra, prej aty ku fillon me morval, me vlu, që bën blablabla. Prej që aty e njehni 20 minuta edhe për 20 minuta e zini shërbetin. Veti, pra, që shtash, prej që të bënë që shto, ja nis me vlu, prej këtu e njehni 20 minuta, gjysmën e qasaj çokoladës, e kum da, e kum lon, kur zihet shërbeti, ja qas pra në shërbetin e nxehtë për zi, gjysmën e kum lon me shkrimë, sanina për me dekoru edhe baklavën, për 20 minuta zihet shërbeti. Shërbeti, pra, e zina në temperaturë të ulët, se harroa me tregu, trashës në 4, ju në 9 deri në fund, sepse shkojnë të kujshia. Shërbetin e kemi zi për 20 minuta. Tashti, bismillah, e largojna tenxherën omash. Morëm tash çokoladën, që kom thonë, edhe ja qesim në shërbetin e nxehtë. E përzina çokoladën, pra derisa të shkrihet, edhe tamam pushon shërbetin një 5 minuta. Mandej ja qesim shërbetin e nxehtë, baklava është e tokë. E kemi përzi çokoladën, ka pushu një 5 minuta, është shkrihet çokolada dhe bismillah e përvlojna baklavën. Haj, mashallah. Shkri çokolada, e kemi përzi mirë shërbetin, edhe bismillah tashti e përvlojna baklavën. Pra, shërbeti nxehtë, baklava e ftohur. Mundeni me qitë, sikur se krejt baklava që kom thonë, një javë përpara, me lënë kështu të pjekt edhe një natë, 2 natë para bajramit, pra ja përgatitni shërbetin e përvlani edhe kam ju knoq. Provani e shifni vetë. Kom qitë, pra, edhe krejt shërbetin baklavës, tash e lojna ton natën kështu që ta pin shërbetin mirë. Pra, edhe ftofet shërbeti, të nesërmen e dekorojna përmi me qatë glazurë me çokoladë, edhe keni me pa që shka me dalë, për mashallah. Baklava e ka pi shërbetin, edhe bismillah tash marrëm çokoladën edhe ja qesim përmi, pra. Me qitë edhe kështu. Ma shpejt. Çokoladën e kom shkri kështu veç mbi një enë me ujë të nxehtë edhe e kom përzi. Çokoladën ja kemi qitë kështu në të 2 ondë edhe e lojna tash që të ngrihet çokolada dhe e shefni mandej kur të heku një gjylë të baklave se si duket. Baklava duket kështu, çokolada është ngri për mi, tashti e hekom një gjylë ose 2 edhe shefni si duket nga brenda.
I kemi hek edhe gjyllat e baklavës, shërbet kanë tamam njëjtë si kurse baklava tjera që i qesim, edhe baklava duket kështu. Super e shishme del, super e shpejt me vetëm 4 kuleq, ja vlen ta provoni këtë recet për Kurban Bayram. Nëse provoni, ju lumshin duart dhe ju beft mirë. Faleminderit për përkraun që ma beni, komentet e bukura e tjeri në recetën e radhës nga kuzhina njëri që them. Miru pofshim. Bismillah.